A zgjohesh shpesh me akne, yndyrë apo lëkurë të thata? Ndoshta problemi nuk është ajo çfarë bën gjatë ditës, por ajo që nuk bën në darkë. Sot do të tregoj një rutinë të thjeshtë por super efikase që nëse e ndjek çdo mbrëmje, lëkura jote do të shkëlqejë pa nevojë për produkte të shtrenjta. Qëndro me mua deri në fund, sepse do të ndaj një truk bonus që shumica e dermatologëve nuk e përmendin, por që ka bërë mrekulli për mira njerëz me lëkurë të ndjeshme apo me akne të rënda. Rutina fillon me një hap që shumë e anashkalojnë, pastrimi i thellë i fytyrës. Nëse përdor make-up ose krem mbrojtës gjatë ditës, një pastrues me vaj është i domosdoshëm. Ai heq mbetjet, yndyrën dhe papastërtitë pa e dëmtuar barrierën natyrale të lëkurës. Më pas, kalon tek një cleanser i butë me për të ulët që pastron pa tharë. Mos përdor sapun të zakonshëm sepse prish balancën e lëkurës. Pasi ke pastruar fytyrën, përdor një toner hidratues. Kjo rikhthen lagështinë dhe përgatit lëkurën për produktet që vinë më pas. Nëse ke akne, mund të përdorësh edhe një toner me acid salicilik ose witch hazel, por gjithmonë pa alkool. Këtu fillon magjia. Serumi është pjesa ku mund të përqendrosh zgjidhjen ndaj problemeve të lëkurës. Nëse ke lëkurë me yndyrë, përdor niacinamide ose çaj jeshil. Për lëkurë të thatë, acid hyaluronik. Dhe nëse ke njolla apo pigmentim, provoni vitaminën C ose alfa-arbutin. Pjesa më delikate e fytyrës është lëkura nën sy. Një krem i lehtë që lufton rrudhat dhe qeset është ideal. Aplikoje me gishtin e unazës butësisht pa e tërhequr lëkurën. Mos e neglizho kurrë hidratimin. Edhe nëse ke lëkurë të yndyrshme, hidratimi është thelbësor. Përdor një krem të lehtë në verë dhe më të trashë në dimër. Kërko për përbërës si ceramidet, peptidet apo panthenol. Dhe tani, truku sekret, një herë në javë, bëj një masazh të lehtë të fytyrës me një vaj natyral si jojoba apo argan. Kjo përmirëson qarkullimin e gjakut, largon toksinat dhe i jep lëkurës një shkëlqim natyral. Pra, rutina është e thjeshtë: pastro, tonifiko, serum, krem sysh, hidrato. Bëje çdo natë për 7 ditë dhe do të shohësh ndryshime reale. Mos haro të komentosh më poshtë, cili hap ishte i preferuar yt. Dhe nëse ke një truk të ndin, ndajeni me ne. Nëse të pëlqeu kjo video dhe do më shumë rutina për mëngjesin, aknet apo kujdesin gjatë stinëve, mos haro të lësh një like, të abonohesh dhe të aktivizosh zile. Lëkura jote meriton kujdes dhe unë jam këtu për ta bërë më të lehtë për ty.